Bismillahirrahmanirrahim. Jemi me emisionin e radhës duke fol për serin Fito Ndershëm, e që në këtë emision do të shpalosim ndarjet e shitblerjes. E kemi titullu kështu ndarjet për arsye se shitblerja i ka disa ndarje, varësisht se nga cili prizëm e shikojmë ose varësisht se ku koncentrohemi, nga se shitblerja, akti shitblerjes i ka disa pjesë, e varësisht e cila pjesë koncentrohemi ose e vemi fokusin, aty ashtu edhe i kemi ndarjet e shitblerjes. Kështu që pa humbur shumë kohë, po shkojmë me ndarjet e shitblerjes. Shitblerja ka disa ndarje, ashtu që e përmendëm, dhe varësisht prej kontekstit edhe varësisht prej pjesës së kontratës tek të cila koncentrohemi. Për ata kemi ndarje të shitblerjes si pas llojit të produktit që është në treg, që dojmë me shit edhe me blej. Varësisht se çfarë është produkti, atëherë edhe i kemi llojet. Kjo është një prej ndarjeve. Ndarja tjetër është si pas formës së caktimit të çmimit. Pastaj ndarja tjetër është si pas formës së pagesës. Do në varësisht për këtyre aspekteve i kemi edhe ndarjet e shitblerjeve, që do të flasim për secilën njën nga një veç e veç me lejen e Allahut të lartësuar. Sa i përket aspektit të parë, ndarjes së shitblerjes sipas llojit të produktit që është në treg, çka jemi tu blej edhe çka jemi tu shit, atëherë ndahet në 3 lloje. Shitblerja në këtë aspekt ndahet në 3 lloje. Lloji i parë i kësaj ndarje i thojnë shitblerja e normale ose shitblerja e përgjithshme, e cila pothuajse bëhet në shumicën e botës, në shumicën e vendeve, dhe zakonisht kur flitet për shitblerje, në mendje njeriut i shkon ky lloj i shitblerjes, e që është blerja e artikujve, produkteve të caktuara me parë. Kjo domethënë është shitblerja e përgjithshme. Domethënë e merr parën për me bë pagesën, ose në forma të ndryshme për me bë pagesën, shkon edhe ku është malli, ku është artikulli që do në me blej, qoftë në depo, qoftë në treg, ku do që tjetë edhe e bën pazarin e blejnë. Kjo është shitblerja e përgjithshme, ose i thojnë elbejul mutlak, që është për qëllim blerja e artikujve me monedha, me parë ose me ari, ose me argjend. Pastaj lloji i dytë i kësaj ndarje është këmbimi i valutave, ose i monedhave, që quhet në gjuhën e shariatit beju sarf. Do thotë, i bjen ndrimi i valutës me valutë, ose ndrimi i monedhave të cilat kanë qenë në të kaluarën të përhapura dhe që kanë shitë dhe kanë blerë njerëzit me tu. Ne e dim që deri në kohët e vona, shitblerja është bo me valuta të arit dhe të argjendit. Onë gjithësisht, dinari edhe dirhemi, edhe për ata në hadithet pejgamberit alayhi salatu selam, e kemi që kur përmendet shitblerja, kur përmendet gjërat me vlerë, ose gjërat që kanë çmim, pejgamberi alayhi salatu selam e merr shembull dinarin edhe dirhemin. Domthonë dinari ka qenë monedhë e arit, ndërsa dirhemi ka qenë monedhë e argjendit, edhe kështu është bërë shitblerja deri para pak vitesh, kur kanë hyrë në përdorim pastaj kartmonedhat ose monedhat, valutat që i kemi na sot, me cilat tregtojmë, shesim dhe blejmë, ama për ndryshe, ari edhe argjendi ka qenë monedha me cilën është blej, është shit edhe është bë pazar me tu. E beju sarf ose këmbimi i valutave është për qëllim ndrimin e arit me ari, ose blerjen e arit me ari me thonë, ose të arit me argjend, ose të argjendit me argjend. Mirë, kjo thamë më herët që ka qenë në të kalumen. Ndërsa, o thonë në kohën tonë, përveç që i kemi kartmonedhat, do më thonë i kemi monedhat fizike të cilat i prejkum, edhe janë pasuri, do më thonë e prekshme, e kapshme, kemi pastaj edhe monedhat elektronike për cilat gjithashtu do të flasim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e përmend dinarin edhe dirhemin, do të thonë shitjen e dinarit me dirhem
ose këmbimin me thonë. Domethënë gjuhën tënë thuhet këmbimin, ndërsa gjuhën e shariatit thuhet shitja. Domethënë këmbimin e arit me argjend, domethënë nëse ju shdosh dikujt një dinar të arit me konvertu në dirhem të argjendit ose dirhem me i ba ari, varësisht domethënë çysh ju shdosh, pastaj shitja është bën dy forma, edhe me ari, me dinar, edhe me dirhem, sikur se sot që shitja, domethënë i njëjti produkt mund të më shit me më tepër se një monedh ose më tepër se me një valutë, sikurse mund të mushit me euro, me dollar ose edhe me valuta të tjera. E tash pejgamberi alayhi salatu wasalam po i përmend disa rregulla shumë të rëndësishme kur të kemi të bëjmë ndrrimin ose konvertimin e këtyre vlerave. E që në të kaluamën kanë qenë ari dhe argjendi, ndërsa sot i kemi kartmonedhat me të gjitha llojet e tyre. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po i përmend disa rregulla në mënyrë që me pas kujdes për arsye se çto është kapitali i njerëzve. Do thonë kapitali kryesor i njerëzimit ka qenë ari dhe argjendi. Do thonë me ari dhe argjend është marrë pasuria. Edhe për ata Allahu i lartësuar shumicën e llojeve të pasurisë, prej të cilave duhet me dhënë zakatin, e kanë ndërlidh me ari edhe me argjend, sepse çtu sillet pasuria dhe çtu sillet kapitali. Me që janë kapital, edhe janë pasuri, edhe janë me vlerë e çmime, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam po na tregon që këtu duhet të pas kujdes sepse janë disa rregulla shtesë. Për atë po thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, mos e ndroni, mos e konvertoni arin me ari vetëm se barabartë. Po kjo është rregulli i parë. Mos e konvertoni arin me ari, domthonë nëse doni me ndru arin me ari ose dinarin me dinar, nëse janë të peshës së njëjtë. Për arsye se dinarin të kaluamën që thamë ka shërbyer si monedhë dhe ushitë dhe është blej me to, ose ka qenë njëjtë për ka pesha, këtu nuk ka pas problem. Mirë po ka pas raste kur ka pas dallim mes dinarit, prej dinarit në dinar tjetër, varësisht kush e ka prodhu. Mirë po edhe cilësia e dinarit ka ndryshu prej vendit në një vend tjetër. Ka pas dinar të cilët kanë qenë me ari të pastërt, po ka pas edhe dinar që ka qenë i përzim, ari me elementet e tjera, sikurse argjend ose bakër ose bronz e të ngjashme, e këtij i thojnë dinar makshur shariat, do të thonë dinar falc me përkthy, gati thuja se i bjen, do të thonë pse se nuk është i tëri ari. Do të thonë ai në treg është fut për dinar të arit, mirë po nuk është dinar i arit, sepse është i përzim edhe me elementet e tjera. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë çfarëdo që ndodh, çfarëdo që ndroni, çfarëdo dinari me çfarëdo dinari tjetër, çfarëdo ari me çfarëdo ari tjetër, kur e bëni këmbimin e arit me ari, mos e bëni ndryshe vetëm se barës. Domthonë barës në peshë, edhe në vlerë. Pastaj thotë edhe mos e shtoni njënën. Domthonë kur e bëni këmbimin, mos jetë njëna më shumë. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë njëjtë, barabart, prap po e përforcon këtë fjalë që mos jetë njëna më tepër, tjetra më pak. Gjithashtu, vazhdon hadithi, thotë edhe kur e këmbeni argjendin me argjend, mos e këmbeni ndryshe vetëm se barës, njëjtë. Domthonë me gramazh të njëjtë. Dhe mos e shtoni njëri tjetrin, e gjithashtu thotë mos i shitni ati që nuk është prezent. Do të thonë, mos shitni veresi. Arin, mos e këmbeni veresi. Do të thonë, kjo është rregulli i dytë që pastaj do t'i përmendim si rregulla me lejen e Allahut të lartësuar. Këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith kur thot arin me ari, kur ta këmbeni barës dhe mos e shtoni njërin, mos e shtoni njërin në anë, është për qëllim që me qenë shumë precis në vlerësimin e tyre dhe me qenë baras ata, me qenë të njëjtë, me qenë të barabartë, me qenë në peshë të njëjtë. Pastaj kur thot mos i shitni atij që nuk është prezent në mezhlisin edhe në vendin ku po e bëjmë pazarin e këmbimit, për arsye se konsiderohet me shit veresi. Do të thonë me këmby arin me ari, njëna veresi, e kjo nuk lejohet sikurse do ta përmendim më gjarsisht me lejen e Allahut të lartësuar. Pastaj hadithi tjetër, pejgamberi alayhi salatu salam tregon në Ubad ibn Samit, njëri prej shokëve se ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu salam me këmby arin me ari, argjendin me argjend, edhe i përmend disa artikuj tjerë, elbin me elb, grurin me grur, hurmën me hurme, vetëm se baras edhe ndor. Vetëm se baras ndor. Bile është një transmetim ha an biha. Ha do të thonë e ka kuptimin e pastirmës ha.
domethënë edhe shqip haqe kusht. Domethënë po e bojmë këmbimin e arit të argjendit, domethënë secilin me llojin e vet, arin me ar ose argjendin me argjend, ha'an biha, domethënë jeden bi jed. E jep arin tënd, e merr tjetrin. E jep argjendin tënd, e merr tjetrin. Edhe barës. Kështu po thot pejgamberi alayhis salam. Pastaj në fund të hadithit thot illa ma ikhtalafat alwanu. Pos nëse ndryshon. Domethënë nuk është më me llojin e vet, nuk është duke u këmby më me llojin e vet, atëherë nuk prish punë që njëna me qenë më shumë, tjetra më pak, mirë, po me kusht që mu bë gjithashtu pranim dorëzimi në mexhlis ose në vendin ku është bë kontrolla e konvertimit ose ndërrimit të arit me ar dhe argjendit me argjend. E nëse ndron, domthonë këtë rast ari ndrohet, konvertohet në argjend ose argjendi konvertohet në ari, nuk prish punë njëna me qenë më shumë, tjetra më pak, për arsye se janë dy vlera të ndryshme ose janë dy pasuri të ndryshme, mirë po me kusht që pranim dorëzimi më u bë në vendin ku është bë kontrolla, domthonë mos me shku veresi njëna ose tjetra. Kur jemi te sarfi ose këmbimi valutave, domthonë akoma jemi duke fol për arin dhe argjendin si valuta të vjetra, edhe valuta të cilat për kohë të gjatë me shekuj kanë qarkulluar në treg, edhe kanë qenë mjeti kryesor për me shit edhe me ble, edhe domthonë ka qenë vlerë e artikujve të tjerë. Domthonë sa është një lop kaq dinar ose kaq dirhem, sa janë artikujt e tjerë, domthonë vlera e tyre ka qenë e caktuar me ari ose me argjend. Mirë, kur jemi të këmbimi, atëherë duhet të kemi parasysh këto rregulla. Rregulla e parë është nëse janë të njëjta. Nëse janë të njëjta, domthonë ari me ari, edhe argjendi me argjend, duhet të kemi parasysh dy çështje. Çështja e parë të jenë barës, të njëjtë në peshë, edhe e dyta të bëhet pranim dorëzimi aty për aty në vendin ku bëhet marrëveshja e këmbimit, jo më u vanu njëna ose njëna me mbet veresi. Kjo është rregulli i parë. Rregulli i dytë, nëse ndryshojnë ari me argjend, siç e përmendëm. Na po përmendim arin dhe argjendin, por ndryshe pastaj na vijnë valutat ose kartmonedhat të cilat janë të ndryshme dhe secila trajtohet në vete. Pastaj na dalin disa lloje të pasurisë këtu të kapitalit, të cilat secila trajtohet në vete, pastaj edhe ka nevojë njerëzimi që me këmby dhe me ndru njërin me tjetrin. Gjithashtu kur ta ndrojmë edhe ato çka duhet me vepru. E nëse nuk janë të njëjta, domthonë ari me argjend këtë rast, nëse ndrohen, atë nuk prish punë, nëse njëna është më tepër, tjetra është më pak, po më rëndësishme është që pranim dorëzimi më u bë në mexhlisin ku bëhet marrëveshja e konvertimit. Mirë. Këtu i kemi disa çështje sa i përket arit që ndërlidhen me shitjen edhe blerjen e arit. Fillimisht ndërrimi i arit të vjetër me të ri. Kjo ndodh shumë. Vendin tonë ndodh shumë, gratë e kanë një arit, domethënë kanë diçka prej arit, ndonjë zinxhir, ndonjë unos, është vjetru, i ka dol moda, nuk e përdor edhe shkon për me ndru të artari. Edhe e jep artarit, edhe e bën ndrimin e arit me arin këtë rast. Pavarësisht se kjo është i vjetër, edhe është i përdort. Kjo që po e dërgon te artari për me marrë një unos tjetër. Edhe ajo unoza tjetër është e papërdortë e ri. Mirë, po prap këtu të gjithë dietarët thonë se nuk lejohet që njëna me qenë më tepër, tjetra më pak. Domethënë mi dhon 10 gram unos të vjetër për mi marrë 8 gram ose 5 gram unos të ri, s'lejohet kjo. Absolutisht nuk lejohet, pikërisht kjo është kamota. Pikërisht kjo është kamotë që duhet me pas kujdes. Nëse ndrojmë ari, të artari, për çfarë do arsye që tjetë? Ose e ndrojmë me të njëjtin gramosh, nëse na ndrojmë, e që vështirë është me bë këto artarët sot, atëherë e shesim me pare, pastaj me ato pare blejmë çfarë dëm tjetër. Për ndryshe, me ndru direkt arin me arin nuk lejohet vetëm se me gramosh të njëjtë, ashtu që e përmendëm më herët, e kështu që të gratë do të me pas kujdes kur e ndrojnë arin ose kur shkojnë me shit arin e tyre me marrë një tjetër, ose e ndrojnë barabart me gramosh, ose e shesin me pare, pastaj me ato pare blejnë çka të mujnë me blej, ose i shtojnë nuk është problem, mirë po jo direkt arin me vlerësu. Kjo zakonisht ndodh ata që shkojnë te artari, e vendosin në peshojën e vet, edhe në bazë të gramazhës ja jep çmimin. Në çmim më tolet. Pastaj me të njëjtin gramazh, nëse e merr një unos tjetër e ka çmimin më të lartë. Që i bjen se këtë rast kjo grua e jep unozën edhe jep më tepër, domthonë shton parë për me marrë një unos të njëjtës peshë dhe të njëjtës gramazh.
e që nuk lejohet të përmendur. Mirë, blerja e arit veresi. Do në tregtar të arit, ose do dikush don me ble arin, i duhet, por ndonjë munasebet, por ndonjë aheng, nuk i ka parat, a lejohet me ble veresia jo. Këto dietarët fillimisht e ndajnë arin në dy lloje. Ari i papunum. Domethënë ari i cili, do të thonë është i shkrim ose në të kallopat e tyre që është i gatshëm pastaj me marrë dhe me e punu edhe me dhon forma ndryshme. Këtë ari nuk lejohet në asnjë mënyrë tek të gjithë dietarët, madje edhe ka konsenzus për këtë çështje që nuk lejohet me ble veresi. Aq sa ki pare e blin. Sa s'ke tjetër herë kur ti vjen rënë e blin. Për ndryshe me ble veresi nuk lejohet. Sepse konsiderohet kamat për shkak të vonesës. Sepse të ari munden mu shfash dy llojet e kamatës. Kamata për shkak të teprimit të njënës anë, të mënë kur rën ari gramazh më pak, me gramazh më shumë ose gramazh më shumë me gramazh më pak, atëherë kjo është kamata për shkak të shtimit të njërës anë të arit. Kjo është kamata për shkak të shtimit, ndërsa e kemi edhe kamatën e dytë që mundet mu shfaq gjithashtu të ari, e që është kamata për shkak të vonesës. Do thënë me ble arin veresi, ose me ndru arin, me ndërzu arin që me marrë një ari pak ma vanë. Sikur se, shembull, shkon dikush me ndru arin. E i thot, leje këtu unazën këtu. Ato që po e kërkon ti, vjen mas 2 ditë e vjen e merë. Kjo s'lejohet. Gjithashtu nuk lejohet. Merë unazën, shkon të shtëpia, mas 2 ditë e vjen me unazë dhe i thu që atë ka arë malli edhe pastaj e bani pazarin. Mirë, kjo është lloji i parë i arit. Lloji i dytë i arit është ari për punum. Domethënë është marrë ari që ka qenë i shkrim, ose atë tollat që janë të arit, edhe është punu, është bë zinxhir, është bë unazë, është bë qafore, është bë lirë, është bë, domethënë ka marrë forma të ndryshme. Ka disa prej dietarëve që janë të paktë, thënë se ky më nuk mbetet ari, edhe nuk mbetet kapital, edhe nuk mbetet pasuri, që i cakton çmimin pasurive tjera, po kjo shndrohet në pasuri sikurse veshjet. Mirë, po e vërteta është se përderisa është ari, edhe ka vlerën e vet. Edhe mbetet ari, atëherë edhe ky lloj i arit nuk lejohet me u ble veresi. Do thonë edhe tregtarët argjentarët, edhe ata që dojnë me ble arit argjentarët, nuk lejohet me ble më tepër sa që kanë parë. Absolutisht. Blen, mirë po, le ta dinë që kanë hinë në kamot, edhe pastaj janë zhyt në gjunojnë e madh të kamotës, janë përly me kamotën dhe pasojat e kamotës, pastaj se çka ndodh i kemi shpjeguar në emisionet e kaluara. Mirë, pastaj e kemi një çështje tjetër që lidhet me arin gjithashtu, blerja e arit përmes kartelave bankare. Kartelat bankare, përgjithësi, janë dy lloje. Kredi kartel edhe debet kartel. Debet domthonë është parja jote, rroga, paga, fitimi i firmës që del gjiro llogaritën, ajo është pasuria jotja. Po thjesht për mos me mojt në xhep, mos me mojt në kulet, mos me mojt në shtëpi, e mon në bank. Përderisa e ke në bank kështu, edhe e ke në dispozicion me shit edhe me ble me to pa problem, atëherë thënë dietar që lejohet me ble me këtë lloj të karteles ari, përderisa në momentin kur e kalon kartelen te aparati, automatikisht shuma që është bë pazari me ta i kalon në llogaria ti shitësit të arit këtë rast edhe konsiderohet sikurse më ia dhon dorë. Përderisa i kanë kaluar në gjero llogari ti, edhe prej këtij momenti ai mundet me i shfrytëzuar ato, mundet edhe ai me blej pastaj edhe ose me i tarjek, konsiderohet që ka ndodhur kapti këtu. Domthonë e ka kap edhe e ka shtin dorë pazarin e arit. Mirë, kur jemi te kredi kartelat. Kredi kartelat domethënë besoj që nuk janë të panjohura, sepse shumica e njerëzve e dinë ose një pjesë e madhe e tyre i përdorin. Kredi kartela është kur banka ja mundson klientit që me ja dhon një shumë caktuar, qoftë mujore, qoftë vjetore, që ai me qarkullu me shit me blejme ton, pastaj në fund të muajit ose në fund 2-3 muaj, varësisht që është marrëveshja, me ja kthy klientit dhe me ja pagu bankës. Në thjesht banka përfiton këtu për arsye se bën klient vet, edhe mundet me ofru edhe artikujt e tjerë dhe produktet e tjerë të bankës edhe me bë klient edhe për çështje tjera. Ndërsa klienti, borci i kësaj kartele, përfiton këtë rast për arsye se blen pa i pos parët e gatshme. Domthonë ja ka ofru dikush. Mirë, për mos me zot shumë,
Këtë kartel dietarët sa i përket dispozitës sheriatike kanë dhënë 2 lloje. Kartel e cila ka mbulesë, edhe kartel e cila nuk ka mbulesë. Qysh është me pas mbulesë dhe mos e pas mbulesë? Do thonë kartela kur banka thotë se 1000 euro i ki prej neve, gjatë muajit shit e blej me to çka dush. Edhe çdo fillim muaji ti hedhin në xherllogaritë në domon kartel këtu, këtë kartelin që e ki, edhe mundesh pastaj me. Domon i ki të gatshëm sikur se mi pas tuat. Këtu kanë thonë dietar që me këtë lloj të karteles lejohet me blej për arsye se është sikur se me i pas tuat edhe pse ti ka dhënë bash dikush, domon banka këtë rast që kemi ja kthy ma vëndin, mirë po përderisa i ke të gatshme. Edhe kjo kartel është e mbuluar, domthon ka mbulesë ki parët që mundesh me shfrytzuar çdo moment me marr për aty, atëherë konsiderohet sikurse me bë pagesën dorë në dorë. Mirë, nëse nuk ka mbulesë, don të hap mundësinë e karteles. Edhe në moment që e nxjerrti këtë kartel dhe shkon me blejna për pikat të shitjes, qofsh ori çdo që tjetë, ai si tash e këtë kartelën, edhe e kupton që ti e ke limitin ose e ke pragun 1000 euro në muaj dhe thot urna. Mirë, merre çka kemë marr, edhe pastaj banka në fund të muajit ose mos në javë ose dikur ja transferon në konto të shitësit. Në këtë rast, parët kjo nuk lejohet për arsye se këtu po bëhet vanesa e pagimit të arit ose edhe të argjentit, sepse nuk ka mbulesë. Domethënë kjo kredi kartel nuk ka mbulesë. Po gjatë muajit, ndërkohë ja lëshon banka ose klientit ose ja transferon personit ose ndërmarrës ose firmës ose tregtarit tek i cili ka blej klienti i vet. Mirë. Këto ishin disa çështje që ndërlidhen me këmbimin e valutave të hershme, arit dhe argjentit. Edhe disa çështje, edhe dispozita që ndërlidhen me shitjen edhe arit, edhe pse shkurtimisht, mirë po për afërsisht të përmbledhura. Pastaj na mbetet këmbimi i valutave, i kartmonedhave që janë, domthonë valutat edhe parat që i kemi na përdor që i sjellim, mirë po këtë do ta shohim në pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër, kthehemi prapë. Jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar rreth këmbimit të valutave. E kemi përmend në pjesën e parë këmbimin e valutave të hershme, që kanë qarkulluar dhe është shitë dhe është blej me to sikurse është ari dhe argjenti, ndërsa sot i kemi valutat ose kartmonedhët të cilat nuk janë as ari as argjent, mirë po e luajnë rolin e arit dhe argjentit, sepse me to i caktohet çmimi produkteve dhe artikujve që janë në treg. Ato janë kapital, edhe ato janë pasuri, edhe kudo që shkon me to janë të pranueshme, edhe mundesh me blej, edhe mundesh me hyn qarkullim dhe me hyn treg me to pa problem. Mirë, kush ja cakton çmimin arit dhe argjentit? Kush e cakton çmimin? E cakton çmimin tregu. Domethënë nevoja e njerëzve. Nëse paraqitet nevoja për me blej arin dhe argjentin, normal që ngritet çmimi. Nëse s'ka shumë nevojë dhe s'ka interesim shumë për njerëzve me blej arin dhe argjent, pastaj bjen çmimi i arit. Domethënë nuk është dikush që ja cakton çmimin e arit dhe argjentit, po thjesht kjo varet prej kërkesave në treg. Mirë, kartmonedhave, domethënë parave që i kemi të sotit, kush ja cakton çmimin? Domethënë pse një është më e ulët, për shembull 1 euro, me një valutë tjetër, një shteti tjetër kushton 10, ose 40, ose 80, ose edhe 100. Kush ja cakton çmimin? Valutave bashkëkohore, ose parave të sotit, çmimi ja cakton fuqia blerëse me të thënë. Dietarët bashkëkohor, kur e shpjegojmë të thënë fuqia blerëse dhe prodhimi i shtetit. Çaj shtet që e prodhon çat monedhë, çat pare, ja cakton vlerën varësisht se sa ka prodhim edhe sa ka kërkesë në treg për me bletë. Për ata sot, një prej arsyeve të shumë luftrave që bëhen në botë është që secili shtet don që valuta, sidomos shtetet e forta, që valuta e atij shteti me u kërku sa më tepër në treg, edhe për ata produktet kryesor. Domthonë artikujt kryesor që janë, edhe janë shumë të rëndësishëm dhe janë përditshëm, bojnë gara dhe bojnë luftë shtetet mes veti që me i caktu çmim me monedhën edhe valutën që e ka ai shteti vetëm. Edhe për ata domthonë për shembull shembull i thjesht nafta dhe benzina. Domthonë nuk bëhet shumë lufta kush pezotron naftën edhe benzinën sot, sa bëhet luftë se kush po ja cakton çmimin edhe me çfarë valute po i caktohet çmimi.
apo me euro, apo me dollar, apo me ndonjë valutë tjetër. Edhe kjo është një prej arsyeve që sot ndodhin shumë prej luftrave, fatkeqësisht, domethënë njerëzit për qëllime ekonomike, për të arritur pasuri më shumë ose shtetet për të dominuar më tepër, për të bërë superfuqi ekonomike, nxisin edhe luftra dhe futen në luftra ose i fusin edhe të tjerët në luftra. Në fillim, këto kartë monedhat që i kemi ne sot, secili shtet i ka nxjerrë në qarkullim varësisht nga deponimi i arit dhe argjendit që e ka pas. Domthonë sa vlerë ka pas rezerva të arit edhe të argjendit, aq ka nxjerrë kartë monedha që i kanë ngjashur sikurse një çekut me vlerë, që kur t'ia kanë dhënë dikujt, domthonë dorë ose kur e ka merituar dikush, sikurse ju shton atij që në vlerën e këtij çeku ke rezerva të arit tek ne, në thesarin e shtetit. Mirë, kjo ka qenë fillim. Pastaj shtetet kanë filluar që secila me nxjerr në qarkullim kartë monedhën e vet, jo në proporcion me thesarin edhe rezervat e arit që i ka shteti. Edhe nxjerr më shumë se sa që ka, ose nxjerr më pak, edhe për ata ndoshta një prej arsyeve që ndodh inflacioni është edhe kjo, domthonë ku nuk ka mbulesë, nuk ka kërkesë në treg, domthonë të monedhave, po edhe nuk ka mbulesë. Mirë, në fillim, domethënë secila monedhë, kur kanë dalë këto kartë monedhat, secila monedhë e ka përfaqësuar bazën për me cilën është matë. Domethënë kartë monedha që është matë me ari, e ka përfaqësuar arin, ndërsa kartë monedha që e ka përfaqësuar argjendin, ose e ka pas vlerën caktuar sipas argjendit, atëherë e ka përfaqësuar argjendin. Mirë, po pastaj kur këto kartë monedha janë shndruar në pasuri të pavarura, edhe trajtohen si pasuri, edhe trajtohen si kapital, edhe si gjëra me të cilat i caktojnë çmimet e produkteve tjera, atëherë dietarët islam kanë filluar me trajtu sicilën monedhë, sicilën parë në vete, sikurse është trajtuar ari edhe argjend. Tash e kemi në një mozaik të monedhave. Kemi monedha të arit, monedha të argjendit, të cilat sot pothuajse janë inekzistente, domethënë nuk përdoren, mirë po i kemi edhe monedha të tjera ku secili shtet pothuajse e ka kartë monedhën e vet, edhe secila trajtohet në vete. Sipas kësaj, del që nëse këmbejmë monedhë me monedhë, të cilat janë të ndryshme, euron me dollar këtë rast, më thonë vlen e njëjta rregull sikurse te këmbimi i arit me argjendin që e përmendëm më herët, nëse janë të njëjta, nëse do me e thy një monedhë të rash, e cila është shifre madhe, me botima duhet patjetër e njëjta me 100. Nëse i ke 500 euro të zonë, ose se ekzistojë, mo 200 euro në një vend, edhe do me i botima me i thy këtu, atëherë ai i cili ta kryen këtë shërbim duhet me të i dhënë 200 njëjta. Jo me thonë po ta kryj shërbimin, ti japi 195 që të pensin për shkak se po të kryj punë që nuk lejohet. Domthonë për arsye se është e njëjta. Sikurse kur ndrojmë ari me ari që tham se duhet me 100, gramazha e njëjtë, edhe këtu duhet me 100 e njëjtë. Edhe duhet me ndru dora dorës. Domthonë ha në biha, në dorë. Domthonë jo me vonesë dhe jo veresi. Mirë, nëse ndrojnë ari, domethënë dollari me euro, këtu nuk prish punë, pastaj secila e ka çmimin e vet, secila e ka tregun e vet, me rëndësi është që këtu mu bë dora dorës. Domethënë shkon me te këmbimorja ose në banku don me i këmby e jep monedhën të cilën don me ndru me një tjetër, edhe derisa ti numëron ai personi aty, punëtori, i duhet derisa ti numëron, ti nuk largohesh prej vendit, edhe pastaj e merr kundër vlerën në një monedhë tjetër. Mo në dorëzon euro, i merë dollar aq sa duhet, ose i dorëzon dollar, i merë euro, mirë po pa u largu prej vendit ku ke shku me bë këmbimin e tyre. Mirë. E kemi edhe, në kohën e sotit, e kemi edhe monedhat elektronike që Bitcoini pothuajse është më i njofturi edhe më që ka përdorim më të gjerë në botë. Këto monedha elektronike, mos janë këto kartë monedha, këto janë monedha elektronike. Këto për nga shtrirja dhe ka përdorimi janë më të gjera dhe më të shtrime se sa kartë monedhat. Sepse sicili shtet e ka kartë monedhën e vet, edhe domethënë me atë kartë monedhë nuk mundesh me shit edhe me blet tjetër. Pos nëse i konverton. Përderisa monedhat elektronike në tërë botën është e njëjta.
Domethënë kështu që ka përdorim gjatë. Domethënë monedhat elektronike kanë ngjashmëri me arin edhe me argjentin më shumë se sa kartmonedhat ose monedhat e letrës. Pastaj, sipas mendimit më të saktë të dietarëve bashkëkor, edhe këto monedhat elektronike trajtohen sikurse kartmonedhat. Domethënë janë kapital, janë pasuri. Me to shitet edhe me to blehet. Sikurse shiten edhe blehen, domethënë konvertohen në treg, domethënë prej monedhës elektronike shndrohet në monedhë të letrës ose në ore ose blehes me to ose edhe shitet. Atëherë përderisa është kështu, këtu duhet të kemi kujdes. Çfarë kemi kujdes? Këtu duhet të kemi kujdes kur e bëjmë kombimin. Kur e bëjmë kombimin e monedhës elektronike me monedhë të letrës ose me kartmonedhë. Këtu nuk është patjetër me qenë të barabarta, për arsye se ndryshojnë. Edhe monedha elektronike, sicila monedhë elektronike trajtohet në vete. Bitcoini, sikurse euro për shembull, Ethereum ose ata tjerat, sikurse dollari të ngjashme, domethënë sicila monedhë vete trajtohet. E përderisa tash ndrohet jo me llojin e vet ose konvertohet jo me llojin e vet, nuk prish punë me qenë njëna më shumë tjetra më pak. Mirë, po duhet me qenë aty për aty. Ndrimi duhet më bë aty për aty, sepse nëse vonohet njëna, nëse bëhet veresi njëna, atëherë këtu hyn kamota, sipas mendimit më të saktë, hyn kamota për shkak të vanesës. Sepse këtu përderisa janë çmime, përderisa janë kapital, janë pasuri, me cilat shitet edhe blehet, atëherë duhet mu ndërru edhe mu konvertu dërës, jo mu vënu njëna ndaj tjetrës. Kjo domethënë është sa i përket edhe monedhave elektronike në mënyrë të përgjithshme që e marrin dispozitën e arit edhe argjendit sa i përket konvertimit ose ndrimit e që quhet në shariat quhet beju sarf. Mirë. Pastaj e kemi llojin e tretë të shitblerjes, sa i përket ndarjes së parë, varësisht prej artikullit që është në treg, cilin e blem, e që është ndërrimi i mallit me mall. Kjo të kaluamën ka ekzistuar shumë, sepse jo të gjithë njerëzit ose një pjesë e madhe e njerëzve s'kan posedu ari dhe argjend, nuk kanë posedu monedhat të arit dhe argjendit, mirë po kanë ndërru. Domethënë, kanë ndërru ndonjë mjet punës, me veshje, mbathje, me ushqim, me diçka të mohon këtë formë. E kjo quhet bej el muqayyada, do të thotë me ndru mallin me mall. Nuk prish punë. Edhe sot po ndodh kjo. Domthon sot sa shitblerje të bëhen me ndrim. Dhe një pjesë e madhe, sidomos atyre shitblerjeve me shifrat më të mëdha, zakonisht bëhet me ndrim. E dhash kerrin, i dhash edhe diçka, e mora një banesë, e dhash banesën, e mora një shtëpi, e dhash shtëpinë, i mora dy banesë. Domthon gjithçka këtu, ponja, domthon sin këtu hiç. Thjesht është ndrim, ose është shitje e mallit me mall. Në shariat quhet shitje e mallit me mall, mirë po, ne i themi ndrim i mallit me mall. Kjo lejohet gjithashtu, po duhet të kemi parasysh disa gjëra. E para, nëse janë malli i njëjtë që ndrohet, unë ndrojmë grunin me grun, këtë rast. Atëherë nëse është artikull ushqimor, edhe shitet me peshë, duhet ta kemi parasysh që duhet me shku baraz, njëri me tjetrin, edhe duhet mu bo pranim dorëzimi në vendtakimin edhe mexhlisin e aktit të shitblerjes këtë rast. Mirë. Nëse ndron, i ndrojmë mall me mall, mirë po ndron lloji, nuk është i njëjtit lloj. Për shembull, ndrojmë grun me fasule këtë rast. Nuk prish punë jona me qenë më shumë, 1 kilo fasule me 3 grun, ose 1 grun me 3 fasule, me kusht që këto gjithashtu pranim dorëzimi mu bë në mexhlisin edhe vendtakimin e kontratës. Mirë, nëse nuk janë produkte ushqimore, atëherë nuk prish punë qysh do që shitet, edhe qysh do që blehet, edhe sa do që ndrohet. Për ata, nuk prish punë me ndërru një shtëpi me 2, ose një kerr me 2, ose një banesë me 2 banesa. Për arsye se këta nuk janë produkte ushqimore, edhe nuk ka kamot në to, pos këtu nuk na lejohet një lloj shitblerjes e që është dyjat, 2 palët me shit edhe me ble veresi në këtë rast, edhe me ble veresi, edhe me shit veresi, domethënë me bë kontratën e shitblerjes, po as nuk dorëzohet malli, as nuk bëhet pagesa, kjo nuk lejohet, e cila do të trajtohet si temë në vete.
Pastaj e kemi edhe një ndarje tjetër, ndarja e dytë e shitblerjes, e kjo është ndarja sipas formës caktimit çmimit, po e përmendim shkurtimisht këto. Këtu i kemi 3 lloje gjithashtu të shitblerjes. E para është bejul musallama, i thënë, domethënë shitblerje e lirë. Thjesht e qet produktin në pazar, çka që ka çmimin, ta marr mendja me e blen. Nëse s'ta merr mendja se blen, ose nëse ta merr mendja me hy në diskutim për çmim, e diskutojmë çmimin, bëjmë zbritje kështu me radhë, mirë, po thjesht domethënë është shitblerje e lirë që bëhet zakonisht për shitblerjet e njerëzve. Lloji i dytë i shitblerjes është bejul murabah, i thënë, kur shitësi e tregon sa e ka të blej me vet. Edhe kjo ndodh. Për shembull, kur do me blej diçka, edhe i kërkon zbritje, thotë, "Kjo është çmimi jam, me çet çmim e ku marr vet." Ose paraprakisht, pa ja kërku hiç, shitësi në këtë rast thotë në pazar, thotë, "Unë kam çka që kam blej vet, du me fitu çikaç. 10% du me fitu." Unë e marrë me qëtë çmim, ama 10% du me fitu. Nuk është problem kjo. Ose blerësin këtë rast e pyet, domethënë sa e ke marrë veti? Sa e ke bleti, sa e merr me shumicë? Ndodh me bë këto pyetje, njerëzit kur shesin edhe kur blin, nuk prish punë. Vetëm se këtu duhet ta kemi parasysh një çështje. Ajo është që me qenë besnik, edhe me tregu drejt se sa është çmimi i shitjes. Do të shmimi i blerjes. Unë e kom blej çikaç, po du me fitu çikaç. Jo me dhon çmim tjetër. Me dhon çmim më të madh se çka ke blej që me shit më lehtë edhe me fitu më. Sepse këtu konsiderohet pastaj shitblerje me mashtruese, që është gëshën ta, e pejgamberi alayhis salam thotë men ghashana falaysa. Se fundja kërkush nuk po të detyron me përmend se sa e ke blej, edhe me tregu. Por derisa po tregon se sa e ke blej, edhe sa po do me fitu në ta, atëherë tregon drejt. Por ndryshe ke mujt me shit pa i tregu kërkujna heq. Që kjo është artikulli, që kjo është çmimi, kush do me blej le ta vlen, kush don le ta. E këtu që duhet me pas kujdes. Shumë duhet me pas kujdes këtu, që nëse e përmend me çmimin e blerjes ose çmimin e shumicës na vet, ose nëse na i kërkon dikush, tek e fundit nëse blerësi na i kërkon këtë rast çmimin, asimi detyruam ja tregu. I them unë e marr. Por s'është më rëndësi sa e marrone, nëse të ta merr mendja, e merr me çmim që e kam qitur në pazar. Domthon si i detyruam, si s'ke kërkuar obligimi m'ia tregu kërkuj çmimin çka e ke bleti. Mirë, po nëse don m'ia tregu, masi ta kërkon ai, ose paraprakisht ti e çet çmimin vet, domthon çka është çmimi i blerjes që e blejone, edhe çka shfitojnë to, atëherë këtu duhet me qenë besnik. Edhe këtu duhet me tregu drejt, edhe jo me lut me çmime, edhe me lut me shifra. Sepse për ndryshe konsiderohet mashtrues, një shitës e tillë konsiderohet mashtrues, konsiderohet që po e han pasurinë e tjetrit pa hak, konsiderohet zullumçar në këtë shitblerje edhe pastaj ballavaçohet me përgjegjësi në ditën e gjykimit. Lloji i tretë e thënë bejul wadhiya është kur e shet mallin sa e ke blej vet. Ose edhe nën çmim. Ndodh kanë herë edhe nën çmim me shit që i thënë bejul tiwala. Këto ja u tregon njerëzve. Edhe i thu që unë jam të shit që thëmë, që ta e kam vetë mirë, po jam të dosh me hek mallin, jam të dosh me likvidu, ose të marr mall tjetër, domethënë arsye ndryshme, mirë, po thjesht kur i thu që me çet çmim e ku marr unë edhe po e jap, atëherë duhet me kon edhe këtu besnik. Mirë, çka ka rëndësi kjo? Me thon dikujt që unë vetë kam çikaç, por po e shes çikaç. Ka rëndësi kjo për arsye se i nxit blerësit. Sa e llogarit ti si tregtar që shetit në vende të ndryshme, edhe i di pazaret mirë. Edhe je i shkath për me bë pazarin, edhe s'ke mujt me marr malira, atëherë ai e merr me komoditet këtë. Domthon, çka e nxit në këtë rast për me marr mallin ose me. Nëse e shet edhe malisë që ka marr, domthon në shitblerje nuk ka kurrë problemi, vetëm se mos me qenë mashtrues këtë. Edhe me shit mashtrues që ka marr, me thonë jam të shit në shmim, veç du me hek mallin, mënyrë që me nxit njerëzit pastaj që me orë njerëzit me bledh, me thonë e kam gjetë më lidh se sa në tregun me shumicë. E kom gjetë më lirë se sa që e marrin tregtarët e kështu me radha, në fakt kjo ka një lojë edhe një mashtrim prej tregtarit në këtë rast. Domthon këto duhet me i pas parasysh sa i përket këtyre formave të këtyre llojeve të shitblerjes, ndërsa neve na mbetet edhe një ndarje e shitblerjes, mirë po këtë do ta lëmë në emisionin tjetër, deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim.